Një krim brenda familjes që ka ndodhur të martën në Prizren 4 ditur, opinionin e gjerë, ku një burr ka vrarë me thik vajzën e tij 15 vjeçare, pashtu ka pësuar lëndime vajza tjetër e tij 10 vjeçare dhe gruaja e tij. Për të folur në lidhje me këtë me mua në lidhje direkte është kriminologu Armend Halimi, i cili do të na njoftoj më shumë rreth detajet sa i përket kësaj vrasje. Zoti Halimi, faleminderit shumë që jeni pjesë e Infodes. Faleminderit juve për ftesën. Inderum, ne bëm një hyrje duke qaruar në pikat e shkurta për atës dhe çka ka ndodhur dje nga ana profesionale, si e keni pa ju të gjithë rrjedhën e kësaj ngjarje e cila ka tërditur jashtëzakonisht shumë opinionin publik. Po fillimisht në bazë humane, më ka shqetësuar sikurse çdo njeri tjetër normal të kësaj shoqërie, aq më tepër kur kemi bëj me një moshë të tillë, pra, akoma më tepër që pëson nga një prind i tij. Pra, është shqetësuese në fakt dukuria e vrasjes në Kosovë përgjithsisht, po rëndohet situata, sidomos kur kemi bëj me raste të tilla specifikisht. Mirë po, sipas jush, çka ka çu deri tek kjo vrasje, personin i cili babain e vajzës më saktësisht, i cili ja ka marrë jetën vajzës e tij 15 vjeçare? Po, për me folë për rastin konkret, na duhet mu bazu në diçka, në prova. Në fakt, ne nuk posedojmë fatkeqësisht ato. Janë kompetence ekskluzive e institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë, pra prokurori, gjykate, kështu me radhë. Mirë po, edhe nga vetë raportet e tyre nuk është si e ndonë shumë detaje, përveç se dimi si rast në aspekt general. Pra, folë për dukuri kështu në tërësi dhe rastet të cilat janë të ngjajshme me rastin e fjalë, le me kuptu, pra aludojnë se pa qenë në një gjendje afekti mendor, ose në ndikimin e substancave të ndryshme dejse, qoftë narkotike, qoftë pijeve alkolike, kush do qoftë ndaj kujt do qoftë nuk ka mundësi të ndërmerr një rast të tillë, aq më tepër kur bëhet fjalë për në raport familjar ndaj fëmijëve të vet. Pra ne aludojmë pra në një gjendje afekti mendor ose krize emocionale që ka pësu personin në fjalë, ose në ndikimin e substancave të ndryshme, kur njeriu gjendet në ndikimin e këtyre, pra aspekti i logjikës pushon se ekzistuari, dhe shtoja këta se personi, pra i dyshuri në fond fare ka tentuar edhe të vetlëndohet. Ndërsa si ngjarje se si ka mund të ndodhë, ne mund të aludojmë po ashtu në dy mënyra, duke marrë përballë se fëmia ka pësu më së tepërmi, pra tani më viktima, mund të dyshojmë se dhe duke marrë përballë se bashkëshortja e tij apo nëna e viktimës ka pësuar lëndime, mund të dyshojmë në verzionin e parë që sulmi t'jetë bërë qëllimshëm ndaj fëmijëve, ndërsa bashkëshortja mund t'jetë lënduar si rezultat i ndërhyrjes në rast. Apo edhe versioni tjetër, ku fëmijët mund të kenë ndërhyj për të shpëtuar ose për të pengu sulmin ndaj nënës së tyre. Megjithatë, përsërisim duke qenë se është rast tejet i ndijshëm dhe nuk na lejon as baza ligjore as morale të paragjykojmë, ndryshe nuk ka mundësi të ngritën versionet të tjera, sepse sikur të kishte aksidentale, rrallë ndodhë që nga një goditje aksidentale të mbytet dikush, aq më tepër të tentoj edhe dy viktimat e tjera. Në fakt, krejt këtë rast, legjislacioni vendor përkatësisht kodi penal, çdo tentim vrasje konsiderohet vrasje, që i dyshuri tani më, posa ta marrë vetën, me gjasë gjyqësia do ta gjykoj për vrasje të 3 viktima, sepse prape përsërisim shumë vepra penale, konsiderohet që në realizuar me vetë faktin e tentativës së tyre. Por, i nderuar, së raste si kjo, ne kemi
Fatkeqësisht kemi pasur edhe rastet të tjera në Kosovë ku kanë shkuar deri në fatalitet. A është në rritje numri i këtyre rasteve apo vjen deri tek shkaqet pse po i çojnë këta personat që të marrin jetën dikujt tjetër? Po, dukuria vrasje në Kosovë që nga pas lufta është regjistruar në mënyrë shqetësuese, madje deri në vitin 2006, nëse shikojmë në mënyrë kronologjike, deri në vitin 2006 Kosova krahasuar me 12 shtetet e Evropës ka zënë fatkeqësisht vendin e parë në proporcion me numër të banorëve. Pas shpalljes së pavarësisë kemi pas një rënje të ndjeshme, duke u ngritur në intervale të caktuara kohore e sidomos është kthy prapë në një trend shqetësues pas pandemisë, ku gjithherë pra duke u referu në proporcion me numër të banorëve vazhdon të jetë dukuri të jetë shqetësuese, ndërsa nëse i shikojmë faktorët në aspekt kriminologjen ndohen shumë prej tyre, faktorët e jashtëm dhe të brendshëm. Të jashtëm janë pra ato që i përmendëm për rastin konkret ku një person pëson krizë mendore ose çrregullim mendor, në atë mos sa që nuk gëzon aftësinë e të logjikurit mbi dëmin që i sjellin në veprimet e tij, apo nëse në fakt këto faktorët e brendshëm ose subjektiv ndikohen nga faktorët e tij, po ashtu që janë të jashtëm, kushtet ekonomiko-sociale, pastaj lufta mes kulturave të ndryshme, rastin konkret pra kemi bëjmë me një etni që ka ardhur prej një vendi të huaj, siç është Turqia në Kosovë, për një kohë jo gjatë relative, pra dikon 6 muaj me sa e kuptu. Atëherë edhe kjo mund të jetë një prej shkaktarëve mirë, po në kriminalistikë dhe siguri nuk ka receta që trajtohen rastet blanko, secili rasti ka specifikat, karakteristikat e veta. Institucionet pritet të ndërtojnë një profil kriminalistik që e quajmë ne për të dyshuarin, duhet të merren për bazë rrethonat e të kaluarës, një lloj historiati, sepse ka mund të vi deri te rasti në fjalë. Pra, ne në gjenerale mund të flasim për faktorë të ndryshëm, të cilët mund të sjellin depresion kolektiv shoqërinë, mirë po secili rast duhet të studiohet veç sepse i ka karakteristikat e veta. Sigurisht, Inderum, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesës dhe ndash të gjitha këto informacione nga ana profesionale se si duhet trajtuar edhe çka po i shtyni njerëzit deri tek kjo pikë. Faleminderit shumë edhe një herë. Nëse lejohet Inderum përfundimisht, sepse ndoshta edhe pesim në gjysmë pa konceptu atë çka dëshirojmë të themi. Nëse gjithherë bëhet fjalë për raporte të acaruara në çift, zakonisht këto vijnë si rezultat i kontesteve ose prishjes të marrëdhënieve, me që rast edhe po të ngritin çështjen për gjykim institucional, pra në gjykata, fatkeqësisht tek ne sistemi i gjyqësisë thujse është i dështuar, sidomos kur kemi bëjmë me rastet kontesteve të tilla, ku qytetarët humbin durimin dhe marrin vetë gjyqësinë në dorë. S'po flasim konkretisht për rastin në fjalë mirë, por çdo rast që ka ndodhur kaluar dhe potencialisht që mund të ndodhë në të ardhmen, do të thotë kur palët nuk gjejnë zgjidhje ose gjykim të çështjeve që i shqetësojnë tek institucionet e cilat janë të thirrura, si për shembull gjyqësia. Ne jemi dëshmitar thujse çdo i treti qytetar ku ka pas rast të gjykoj, jo është drejtuar gjykata, ka neglizhuar në zgjidhjen e lëndëve të tyre, për pasojë kemi pas edhe raste të regjistruara të tilla ku qytetarët kanë marrë vetë gjyqësinë në dorë, qoftë në raporte familjare ose përtej familjes dhe kanë zgjidhur çështjet me vetë gjyqësi, fakt që është ndaluar. Apo i çon kjo deri tek vrasja edhe arsyeja pse gjyqësori shpesh herë ka dhe vonesa? Po sigurisht, gjyqësori për ata është kriju që çështjet shqetësuese ose ato që pretendohet që në shkel të drejtat, ajo të merr epilogun dhe të zgjidh duke vënë në binar përgjegjësit. Mirë po kur në Kosovë përsërisëm neglizhohen, unë jam vetë dëshmitar i një rasti në marrëdhënie të kontestit
po në një kontest marrëdhënie punësore, mbi 10 vite akoma nuk ka marrë epilog. Po flasim për një rast ndoshta më të lehtëmundshëm sepse kemi raste ku ka konteste pronësore kështu me radhë dhe gjykata nuk merr mundin në bazë të parimit universal të njohur, pra siç është parimi i gjykimit në kohë, të i trajtoj rastet për mos t'i dhënë mundësinë qytetarëve që çështjet ose problemet e tyre t'i zgjidhen vetë. Mi zotri Alimi, për të çështjet pronësore kemi pas edhe vrasje fatkeqësisht. Nuk kanë mundur me zgjedhjet e kemi pasur edhe vrasje. Po, sigurisht. Inderum, faleminderit edhe një herë që erdhe në Infodesk. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Infodeskën, ne do të vazhdojmë të diskutojmë për një çështje tjetër, jo aq pak të rëndësishme që kanë të bëjë me veriun e vendit ku atje u gjetën një sasi e konsiderueshme e armëve.